Të dashur shqiptar, ku i gjen Helena e Trojës, e dini për kë e kam fjalën, burimin e veprave të saj. Ka shkruar prej vitesh Helena, dhe na ka bindur që jemi të gjithë pellazg. Me fjalët e saj njohrokshe i ka shpjeguar të gjitha fjalët pellazge. Tani për të kuptuar burimin e Helenës së Trojës, të veprave të saj, duhet shikojmë burimin e veprave të Hasan Cekës, Neritan Cekës dhe Olgita Cekës, një familje me 3 breza që na ka bindur neve për 1 shekull që vim nga Ilirët. Pra Helena e Trojës thot ne vim nga pellazgët dhe Neritani, Hasani, Olgita na kanë thënë që ne vim nga Ilirët. Që të dyja palët bashkohen në një vend. Dhe që të dyja palët në një moment të caktuar kanë shpjeguar origjinën e një fshati ilir, të jashtëzakonshëm, dhe janë gjetur mbi shkrim ilir aty. Ti shikojmë bashk. Ta fillojmë me familjen Ceka, sepse familja Ceka e ka filluar veprimtarinë e saj që me krijimin e shtetit komunist. Familja Ceka. Hasan Ceka ka mbaruar shkollën në Austri dhe ka ardhur këtu me një qëllim. Ky hero i heshtur, me një qëllim që t'i bindi shqiptarët që janë ilir. Dhe na ka treguar mbi shkrimet ilire, pastaj djalit i Neritani dhe mbesa e Hasanit, Olgita, po na bindin që ne jemi ilir. Ti shikojmë mbi shkrimet që kanë gjetur ata se çfarë kuptimi kanë. Të dashur shqiptar, ky është mbishkrimi që ka gjetur familja Ceka dhe e ka gjetur këtë mbishkrim të bukur ilir në një fshat shqiptar në Dropullin e Sipërm, dhe ky fshat shqiptar quhet Krioner. Dhe duket sikur vjen nga fjala shqipe krye, dhe ka shumë mundësi, do ta shikojmë, që vërtet kjo është me origjinë nga Shqipja. Dhe kanë thënë që ky është një mbishkrim ilir. Është botuar për herë të parë në vitin 1980 si dokument nga familja Ceka. Në vitin 1980, të dashur shqiptar, unë isha akoma 10 vjeç. Unë nuk e dija akoma se nga vinte emri i qytetit tim dhe le më pastaj origjina e ilirishtes, origjina e pellazgjishtes. Pra, kam kaluar një revolucion intelektual për të kuptuar se si u krijua gjuha ilire ose gjuha pellazge. Çfarë kuptimesh kanë këto mbishkrime? Pra për ne shqiptarët është më rëndësishme origjina e emrit të fshatit ilir se sa origjina e epitafit ilir që është gjetur aty, e varrit ilir. Pra mua si shqiptar më interesojnë emrat e fshatrave dhe qyteteve shqiptare dhe dua ta di se nga vjen emri i fshatit Krioner. Vërtet vjen nga fjala krye e Shqipes, siç thot Helena e Trojës? Ta shikojmë bashk. Dhe këtu, të dashur shqiptar, jemi në fshatin Krioner, është një fshat në Dropullin e Sipërm, në rrethin e Gjirokastrës, dhe me siguri aty ka minoritar, jam i bindur, s'kam qenë kur atje, por ka dhe shqiptar. Minoritarët, kam dëgjuar, nuk kam qenë atje, kanë vënë tabela në gjuhën greke dhe ju a kanë ndaluar shqiptarëve të flasin shqip. Minoritarët na ndalojnë ne të flasim shqip në Shqipëri. Deri këtu ka arritur niveli ynë pellazgjik. Ne nuk jemi në gjendje të mbrojmë atë dheun tonë të dashur pellazg. Dhe tani të shikojmë se si u krijua ky emër. Për fat mirë, i njëjti emër është në Hellad dhe në të njëjtin fshat në Hellad, pranë Atikës, banojnë Arvanitas. Dhe tani, ky fshat Arvanitas është shpjeguar shumë bukur, sepse është në gjuhën shqipe në trajtën e shquar, Krioneri. Kjo është një gjë e mrekullueshme, sepse emrat e trajtës së shquar në shqip, të dashur shqiptar, përkojnë me emrat përkëdhelës në helenisht. Për shembull, emri Ulqinit, Ulkinion,
është në shqip Ulqini. Pra një fjalë përkëdhelëse e qytetit të Ujkut, Ilir, është vërtet emër shqiptar, pra gjuha shqipe është shumë e lidhur me ilirishten. Po çdo të thot pra kryoneri, që shqiptarët kujtojnë se vjen nga fjala e shqipes krye, tani vërtet është e lidhur me fjalën shqipe krye, sepse në gjuhën helene kjo ka kuptimin ujë i ftohtë, ujë i krojeve. Do ta diskutojmë këtë në një film tjetër, pra gjuha shqipe është e lidhur me gjuhën helene, nuk ka pikë dyshimi, por në gjuhën helene kjo nuk do të thotë thjesht ujë i ftohtë, është një fjalë e përbërë nga fjala kryo dhe ner. Kryo do të thotë ujë i akullt dhe ner do të thotë ujë, fjalë për fjalë. A nuk është kjo madhështore? Në fakt, kjo nuk është madhështore, kjo është shumë e dhimbshme, do ta shikojmë tani, sepse historia e këtij fshati, Arvanitas, është historia më e dhimbshme, është në fakt pasqyra e historisë së Arvanitasve në përgjithësi. Dhe mua më ka bërë shumë përshtypje pse minoritarët në Shqipëri mbajnë mbiemra turq. Ata s'kanë qenë asnjëherë musliman. Siç e shikoni, kryoner në gjuhën helene është krijuar nga kryo dhe ner. Kryo vjen nga fjala e lashtë helene, kruos, por në gjuhën helene, fjala kruos ka pësuar ndryshime në shqiptim, dhe këto ndryshime kanë ndodhur vetëm në dialektin geg dhe tosk. Ju betohem. Pra, fjala kryos, dikur në gjuhën helene shqiptoheshte kryos me y, dhe zhvillimi i kryos në kryos ka ndodhur vetëm në gjuhën Arvanitasve të dashur shqiptar. Po kjo është me të vërtet e lemeritshme. Ky ndryshim fonetik ka ndodhur në momentin që Arvanitasit janë përzën nga tokat e tyre të dashur shqiptar. Për në brigjet e Italisë, kontingjenti më i madh i tyre është larguar në shekullin e 15. Pikërisht në këtë moment, kur u rrëzua perandoria bizantine dhe u pushtua Hellada nga turqit, në këtë moment u krijua fjala kryo. Para kësaj date, kjo shqiptoheshte kryo me y, si në gjuhën gege, dhe ka kuptimin ujë i ftohtë, ujë i akullt. Ka kuptimin akull, fjalë për fjalë në gjuhën helene të lashtë. Dhe gjë më e bukur është kjo. Emri kryoner nuk është krijuar sipas variantit të Atikës, por është krijuar sipas lakimit të emrave në dialektin jonik, të folur në Azinë e Vogël, dhe kjo provohet edhe me greqishtën e folur në Ukrainë, dhe atje kjo shqiptohet kriju. E shikoni? Pra, y-ja është bërë i në të njëjtën kohë. Në gjuhën e grekërve pontik, në gjuhën e grekërve në Azinë e Vogël. Pra ky është zhvillimi i dialektit jonik. E kuptoni apo jo? Ky nuk është zhvillimi i gjuhës së Atikës. Pra ky emër është krijuar mbas ardhjes së grekërve pontik nga Azia e Vogël për në Helladë. Dhe vetë fjala Nero ka qenë tokë fjalësh me kuptimin Neron Hudor, me fjalë për fjalë do të thotë ujë i freskët. Neron kishte kuptimin i freskët, i ri, dhe fjala Hudor është hequr nga ky tokë fjalësh dhe ka mbetur vetëm fjala Neri, që do të thotë i freskët. Do me thënë, është hequr pjesa e tokë fjalshit nga Arvanitasit dhe ka mbetur vetëm Neri, që do të thotë pastaj ujë. Dhe kjo ka kaluar në gjuhën greke. Pra në gjuhën greke ujë i thonë një lloj si në shqip. Ujë shqip, hudor në gjuhën helene të lashtë. Ndërsa grekët e sotëm i thonë neri, që në fakt ka kuptimin ujë i freskët. A nuk është kjo për të qartë dhe për të qeshur në të njëjtën kohë? Pra gjuha arvanitase ka ndikuar për krijimin e greqishtes së re. Ndryshimi i y-s në i ka ndodhur pikërisht nga gjuha arvanitase të dashur shqiptar. Pra sot edhe kësaj dite grekët i thon ujit Nero,
fjalë për fjalë. A nuk është kjo madhështore? Pranoni që ky është një zbulim epokal që është bërë krejt rastësisht nga zbulimi i familjes Ceka të mbishkrimit i lirë në fshatin Kryoner, që është e lidhur me fjalën krye, është e vërtet. Pra Helena Trojës ka të drejtë. Është origjina e fjalës krua. Ekziston kjo fjalë krene, krua në gjuhën helene, edhe në shqip. Lidhet me fjalën krua i ftohtë, u i ftohtë. Kjo fjalë ekziston vetëm në gjuhën shqipe dhe në gjuhën e dialektit pontik dhe jonik, krua. Pra, është e vërtet, krua me ujë është në gjuhën e arvanitasve, krioneros. Ndërsa në gjuhën helene kjo është ujë akullt, krioneros. Fjalë për fjalë. Pra është dhe shqipe dhe arvanitase edhe greke. Pra shqiptarët dhe grekët kanë jetuar bashk me mijëra vjet dhe kjo provohet me fjalën miza. Në gjuhën e Atikës është mia, në dialektin pontik myga, në gjuhën e Cakonias myza, u bën në shqip miza. Zbulimi im, krejt i rastësishëm, për shkak se një grek, ai e quhen veten amerikan, por grek, gjithsesi ankohet për gjuhën e Cakonias që lën pas dore nga qeveria greke dhe ai sqaron fjalën myza. Ku ta dia unë që në gjuhën e Cakonias ekziston fjala myza? Se ka ditur asnjëri në botë. Është një zbulim epokal, vjen nga mia e gjuhës së Atikës. Pra gjuha shqipe është zhvilluar një lloj si gjuha e Cakonias, pas një dyshim. Fjala pordhi në gjuhën e Atikës është në gjuhën e grekëve pontik pordha, po ashtu është dhe në shqip. D-ja është bërë dh vetëm në shqip dhe në helenisht, të dashur shqiptar. Fjala 10 është vetëm në helenisht dhe në shqip me dh, në asnjë gjuhë tjetër të botës. D-ja është bërë dh vetëm në shqip dhe në helenisht. Fjala dhjam është vetëm në shqip dhe në helenisht. Dhe fjalë të tjera. Këto cilësoheshin si fjalë të huazuara, por nuk janë të trashëguara. Pra gjuha shqipe ka evoluar si një dialekt i liro-helen, është e sigurt, nuk ka më pikë dyshimi. Grekët këtë nuk e din edhe sot, këtë moment që bëjnë këtë film nuk e din grekët. Dhe luftojnë kundër shqiptarëve grekët, nuk e din që jemi vëllezër. Por gjithsesi gjuha shqipe nuk ngjan me dialektin e Atikës ose dialektin e Athinës. Gjuha shqipe ngjan me greqishtën pontike. Është e sigurt. Dhe me dialektin grajkos, të folur në Italinë e Jugut, është e sigurt pa pikë dyshimi. Dhe tani, shqiptarët dhe grekët kanë një origjinë të përbashkët. Jemi vëllezër. Grekët këtë nuk e dinë dhe na luftojnë, duan të marrin Shqipërinë. Dhe ç'bëjnë grekët? Shkëmbejnë me perandorinë turke 1.6 milion grek pontik me 2 milion arvanitas të dashur shqiptar. Kjo ka ndodhur, kjo tragjedi e madhe. Dhe Helena e Trojës shfrytëzon pikërisht këto dokumenta të gjetura të historianëve të asaj periudhe, po këto dokumenta janë të shkruara në greqisht. Helena e Trojës i merr këto dokumenta, i boton në shtëpinë botuese Dodona, që nuk është emër shqiptar, dhe kërkon të na bindë neve që ne jemi pellazg. E kuptoni apo jo? Do më thënë që jemi grek, sepse pellazgjishtja është folur vetëm në Thesali dhe në Arkadia. Nuk është folur kur në Iliri, asnjëherë. Në asnjë dokument të lashtë helen nuk thuhet që pellazgët kanë qenë në Epir ose në Iliri. Iliria për dijeni është Dalmacia. Që ta dini, kjo pjesa poshtë lumit Drin, do më thënë që nga Shkodra e poshtë, kjo është quajtur Greqi, që ta dini, thjesht për kuriozitet, autorët e lashtë thonë që Iliria është Dalmaci. Unë këtë nuk e dija, këtë e kam mësuar krejt rastësisht. Gjithmonë, Ilir janë quajtur banorët e Dalmacis. Dhe është vërtet, atje është kryeqyteti Dalmatëve, Delminion, që është emër për këdheles në helenisht.
Ulkinion, Apollo Ujk, është në Dalmaci, qytet shqiptar. Pra ti janë shqiptar, ti jemi të sinqert. Atë dheu ynë është Dalmacia, mi po kur erdhën slavët, na përzun neve, dhe kjo dallohet qartë tek zona e Delvinës. Delvina nuk është emër grek, Delvina është Delminium. Në dokumentat helene janë përzën ilirët Dalmat nga kryeqyteti i tyre Delminium në Delvinë. Pra nuk është emër grek, është emër ilir, është origjina e fjalës delme, dele. E kuptoni apo jo? Zbulimi im epokal. Pra teorikisht ne na kanë përzënë slavët nga Delminium, një lloj siç u përzun grekët pontik nga Azia e vogël dhe erdhën në Hellad. Kjo është e gjithë historia. Kjo ka ndodhur. Pra u vendosën ilirët, u shtyn për në jug nga slavët dhe mund të kenë depërtuar deri në të gjitha fiset e Helladës. Tani kjo nuk është e vërtetë, përse? Emra shqiptar, Malea, që do thot mal, është gjetur në Iliad, të shkruar në shekullin e 8 para Rëson. Pra e vërteta është emri i Lules, qyteti i Lules, i zbuluar nga unë, krejt rastësisht, është emër i lirë. Nuk ka në shqip dhe në helenisht lule, është në greqishtën e sotme luludhi nga Shqipja. Por qyteti Lule ka qenë, është emër i lashtë Pellazg. Tani, hiqeni fjalën Pellazg. Unë nuk e mohoj që ka shqiptar në Greqi. Përkundërzi, unë e kam provuar. Unë kam gjetur qytetin Klaja, sepse fjala me Kla gjendet vetëm në helenisht dhe në shqip. Pra, unë kam gjetur fjalë që janë vetëm në helenisht dhe në shqip. Kur them shqip, në ilirisht. E kam gjetur në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandris. Unë jam patrioti më i madh i gjuhës shqipe. E them këtë pa pikë modestie, sepse të gjitha zbunimet i kam bërë me ndihmën e inteligjencës kompjuterike. Pra, unë vetëm i kam vënë bashkë këto zbulime, por këto janë bërë me kompjutera këto zbulime, nuk i bën dot njeriu, kur? Asnjëherë, në jetëve nuk do i kishin bërë as austriakët, as italianët, sepse ata mendonin gjithmonë që populli shqiptar është i shkëputur nga populli grek. Nuk është e vërtetë. Kanë jetuar pranë njëri tjetrit ilirët dhe helenët. Nuk ka patur kufi midis ilirëve dhe helenëve, kuptoni apo jo? Janë popull të ndryshëm, por nuk ka patur kufi. Kjo është e vërteta e hidhur. Jemi popull i vëllezër, vim nga njëjti burim, dhe ka fjalë që janë vetëm në shqip dhe në helenisht. Nuk i gjen në gjuhë të tjera indo-europiane, dhe fjala krua është vetëm në shqip dhe në helenisht, dhe fjala krio, ujë ftohtë, është vetëm në shqip dhe në gjuhën e arvanitasve dhe në helenisht, pra nuk shpjegohet me gjuhët e tjera indo-europiane, është e kotë. Është çmenduri këto që kanë bërë austriakët. Ata janë përpjekur t'i ndajnë shqiptarët nga helenët, që ta dini, nuk ndahen. Kjo është e vërteta. Të dashur shqiptar, tani do ta mësojmë se ku i gjen Helena e Trojës burimet e saj për libra që bën në shtëpinë botuese Dodona, dhe këto janë burimet e saj. Këtu shpjegohet origjina e fjalës kryon, që vjen nga fjala kryo, ujë ftohtë, dhe nero, që kishte kuptimin ujë freskët, por u bë fjala e freskët u kthye në ujë, sepse u zhduk fjala hudor, që do thot ujë, mbeti vetëm fjala e freskët. Dhe është krijuar një tok fjalësh i ri, kryonero, ose në shqip kryoneri. Pra, gjuha arvanitasve provon që arvanitasit kanë qenë të pranishëm në Hellad kur u krijua kjo fjalë, sepse kryoneri nuk është tok fjalësh grek, është tok fjalësh arvanitas. Pra tani u kuptua se si Helena e Trojës zbuloi se si 1.6 milion grek pontik u vendosën në Hellad dhe zëvendësuan 2 milion arvanitas, dhe shifrat e saj janë të sakta. Për fat të keq, të gjitha gjërat që thot Helena e Trojës janë të vërteta. Të gjitha. Madje këtu është
dokumenti plot që do ta botoj falas në Akademia Edu, atje do t'i gjeni këto dokumente dhe janë greqisht, anglisht dhe shqip, pa asnjë lloj ndryshimi. Pra unë nuk kam vënë asnjë lloj interpretimi, këto janë burimet të pastra greke të dashur shqiptar dhe tregohet këtu se si u zhvendosën gati 2 milion grek dhe u shkëmbyen me 2 milion arvanitas që u vendosën në Turqi. Pra këta janë arvanitasit e vitit 1923, të vendosur në Greqi, po ashtu dhe në Shqipërinë e Jugut, dhe çamët u përzun për në Shqipëri dhe për në Turqi, si gjoja musliman. Kjo është tragjedia më e madhe e popullit shqiptar, po ka nisur më herët kjo tragjedi. Ka nisur në shekullin e 15, kur trupat e para turke erdhën në Hellad dhe shtyn trupat e Bizantit për në Hellad, dhe grek nga Azia e vogël erdhën dhe shtyn shqiptarët që u zhvendosën për në Itali. Pra, zhvendosja e shqiptarëve nga tokat e tyre ka zgjatur 5 shekuj dhe vazhdon edhe në ditët e sotme të dashur shqiptar. Pra, emri Kryoner është krijuar në vitin 1923, e dim datën e saktë. Pra sot mësuam tragjedin më të madhe të shqiptarëve. Grekët pontik vinë dhe shtyn tutje shqiptarët Arvanitas në Kryoner. Këta shqiptar Arvanitas vinë në Shqipërinë e Jugut, në Dropull, vendosen aty, por bashkë edhe me grek të tjerë. Dhe kjo popullsi greke në Shqipëri nuk është popullsia kaone e pirjote, por janë grek të zhvendosur nga grekët e ardhur nga Turqia. E përsëris. Grekët që janë në Shqipëri janë të shtyrë nga grekët bizantin, që janë të shtyrë nga lukunit turke, trupat turke që ishin me miliona, që ushtuan si mizat. Erdhën dhe në një katastrofë të madhe në shekullin e 15, shtyn me miliona njerëz, i shtyn nga tokat e tyre dhe u boshatis Azia e vogël, e gjithë perandoria bizantine u shkatrua dhe këta miliona grek erdhën dhe u vendosën në Greqi. Dhe ata shtyn Arvanitasit. Arvanitasit, një pjesë e mirë vinë në Shqipëri, por pjesa më e madhe kalon në Itali. Këta në arbreshët që ta dini ju. A dhe u tyre është Moreja, e kuptoni, ata u thonë moje bukura More, nuk thonë moje bukura Shqipëri, vinë nga Greqia këta, arbresh. Dhe gjuha e tyre është shumë e ngjashme me gjuhën greke, që ta dini. Pra, këta në autokton, këta arbresh. Fjalët e tyre janë shumë të ngjashme me helenishten e lashtë. Ndërkohë slavët, më herët akoma, shtyn grekët edhe ilirët nga tokat e tyre në gadishullin ilirik dhe dalmatët vendosen në Delvin, është origjina e Delvinës. Pra slavët në veri më herët, kuptohet që nga shekulli 6, dhe turqit që nga shekulli 15 shtyn ngjeshin shqiptarët dhe grekët bashk. Dhe në këtë moment, nga që nuk e kujeton, fillon lufta brenda llojit. Vëllezërit grek dhe shqiptar i vërsulen njëri tjetrit, se ku do jetoni? O do jetonte greku ose Arvanitasi. Për fat keq jetoi greku, Arvanitasi u vra, çamët u vran për 5 shekuj. Vazhdoi kjo masakër. Vazhdon dhe sot. Në këtë moment që po bëjmë këtë film, vazhdon kjo luftë vëllavrasëse, sepse është si lulet. Kur vendos në një vazo disa lule, ato do vdesin, do mbjetoj vetëm një lule, lulja më e egër, lulja më e fortë. Pra, slavët dhe turqit na kanë shtyrë neve në një vazo, në një copë dhe shqiptar dhe grek. Po fitojnë grekët, sepse ne nuk e kuptojmë dot luftën brenda llojit.
Dhe këtë mua ma ka shpjeguar një gazetar shqiptar, nuk do e nxjerrun këtu emrin. Ai ka nxjerr termin lufta brenda llojit. Ka të drejtë. Kjo është lufta më e egër. Pra në vend që ne të zemrohemi me slavët që na përzun nga tokat tona, nga Dalmacia, dhe në vend që të zemrohemi me turqit që shkëmbyen Arvanitas me grek pontik dhe turqizuan shqiptarët në Turqi. 2 milion Arvanitas u kthyen në turq për fat keq. Vetëm një pjesë e vogël e ka ruajtur gjuhën. Pra ky krim i tmerrshëm është bërë nga armiqtë tan, të grekërve dhe shqiptarëve. Ne tani zihemi si lulet brenda vazos, se ku do jetojnë lulet? Sa lule do jetojnë në Himar dhe sa lule do jetojnë në fshatin Krionero. E pra, o do jetojnë minoritarët që po jetojnë, o do vdesin shqiptarët, ne po vdesim. Dhe unë po ngre alarmin, po vdesim. Kujdes nga Helena e Trojës, se ju a ka futur kalin ajo, kalin ju a futi Helena, mu në Trojë. Mu në Trojën Dardanët ta ka futur kalin Helena, o shqiptar, o Drilonis. Zgjohu, është lufta e luleve në një vazo. Është një lloj si kur të futesh në një akuarium të vogël, peshqit e një liqeni. Ku do marrin frym ato, se peshku në ujë me frym, kuptohet. Pra, ku do e gjej oksigjenin peshku? Do ja marrë një peshku tjetër, do haj peshkun e dytë, do e shqyej peshkun fqinj. Dhe në vend që të zemërohemi me ata që na futën në këtë akuarium, të gjithë neve, bashkë me piranjat serbe të Vučidolit, pra të gjithë jemi bashkë, piranjat serbe, grek pontik, Arvanitas të përzën nga tokat e tyre, Dalmat të përzën nga tokat e tyre, të gjithë jemi vënë në një akuarium dhe po ham njëri tjetrin, po ashtu shqiptari po ha shqiptarin. Përse? Shqipëria është një vend shumë i vogël, të dashur shqiptar. Shqipëria vërtet mund të mbajë vetëm rreth 2 milion banor. Kjo është popullsia normale e Shqipërisë. Dhe peshqit shqiptar ikin nga akuariumi dhe shkojnë në një akuarium tjetër grek dhe kthehen në peshq grek atje. Peshq jemi. Më kujtohet se ishim kangur, jo, jemi peshq që nuk jemi në gjendje të krijojmë emra, toponime shqiptare dhe dini si flet peshku. Ja do ja them unë si flet peshku. Gjuha shqipe është gjuha e peshkut. Gjuha e shurdhëm e Mecit të dashur shqiptar. Pra kujdes nga Helena e Trojës. E tani të vim tek teksti i lirë që gjeti familja Ceka. Tekstin Pellazg të dashur shqiptar në fshatin Pellazg Krionero. Pra si që shikoni, emri i fshatit Krionero pran Athinës është krijuar në vitin 1923 me ardhjen e refugjatëve pontik nga qeveria turke mbas humbjes së Greqisë me Turqinë. Dhe vendosjen atje të turqive nga vendi i tyre në Azinë e vogël. Dhe kjo është arsyeja që grekët në Shqipëri kanë mbiemra turq. Këta janë grek pontik, nuk janë grek kaon, siç thon gënjejnë. Janë të ardhur shumë vonë në Shqipëri dhe kanë përzënë shqiptarët nga tokat e tyre të dashur Pellazg. Dhe tani Helena e Trojës shfrytëzon dokumentat greke që janë të sakta, me numra, me shifra, dhe unë i kam përkthyer këto dokumenta në anglisht dhe i kam përkthyer edhe në shqip. A nuk është kjo një mrekulli? Pra, komuna e Kryonerit është e gjitha e banuar me grek pontik. Dhe shqiptarët, Arvanitas, janë përzënë për në Shqipëri, të dashur shqiptar dhe për në Turqi. Pra, gati 2 milion shqiptar janë zëvendësuar me 1.6 milion grek të dashur shqiptar që vijnë nga Azia e vogël. E kuptoni se çfarë ka ndodhur? Pra, Helena e Trojës ka të drejtë, të gjitha librat e saj janë të sakta. Interpretimi që bën ajo i toponimeve është i shëmtuar, sepse këto toponime nuk janë shqiptare, por janë greke. Po ashtu edhe interpretimi që u bën Meritan Ceka, Hasan Ceka
Dhe Olgita Ceka mbi shkrimeve ilire është komplet i gabuar. Këto nuk janë mbi shkrime ilire, këto nuk janë mbi shkrime pellazge, por janë mbi shkrime greke. Dhe fjalë për fjalë, ky është mbi shkrimi i një greku që quhet Krysanthos në rasën emërore dhe babai i tij ishte Krysanthu në rasën gjinore. E shikoni apo jo? Këtu është shpjeguar në anglisht dhe këtu është shpjeguar në shqip. Kuptimi i mbishkrimit i lirë është ky: Krysanthi, biri i Krysanthit, 25 vjeç, lamtumir. Ky është mbishkrimi i një epitafi, i një njeriu të vdekur në moshën 25 vjeçare, në kulmin e rinisë. Dhe këtu kemi shprehjen e ton ke, fjalë për fjalë, 25 vjeç. E ton do të thot vite në rasën gjinore shumës dhe ke në gjuhën helene do të thot 25. Shpreha e fundit, hajre, ky është shpjegimi atik i lashtë, jo i greqishte së sotme, do të thoshte lam të mirë, o mik që ke vdekur, dhe jo për hajër në shqip, të dashur pellazg, siç ju thot Helena e Trojës. Pra, i dashur shqiptar vetë emri Krysanthos është një emër i përbër nga fjala krysos, që do të thot prej ari, dhe anthos do të thot lule. Lule prej ari, ky është emri në ilirisht. Pra, kjo gjuha ilire është gjuhë greke e pastër, e kuptoni apo jo? Dhe këta janë banorët e këtij vendi të dashur shqiptar. Pra ka patur grek gjatë gjithë historisë së Shqipërisë të dashur shqiptar. E kuptoni apo jo? Por grekët që janë tani këtu janë grekë pontik, është e sigurt, dhe këtë dim nga burimet e shtetit grek. Pra tani mësuam se ku i gjen burimet Helena e Trojës, nga librat grek, për historinë greke, ajo i shqipëron, i ndryshon sipas dëshirës së saj, dhe pastaj toponimet helene ajo i kthen në shqip me fjalë njërokshë të shqipes, por siç e shikojmë, Krionero vjen nga fjala krios, i akullt i ftohtë, dhe nero do të thotë ujë, është tok fjalësh helen. Është emri i fshatit shqiptar gjithashtu, nga arvanitasit që u përzun nga Krioneri origjinal pranë Atikës, prej grekërve pontik të përzën nga Turqia. Por edhe mbishkrimi i varrit të lashtë i lirë është në greqisht, të dashur shqiptar. Pra kjo është gjuha i lirë, e kuptoni apo jo? Këto janë mbishkrimet që ka gjetur familja Ceka, kudo, në Iliri, por edhe arkeologët kosovar në Dardani këto kanë gjetur mbishkrime helene, dhe arkeologët kroat këto kanë gjetur në Dalmaci mbishkrime helene, gjithandej. A ishte kjo gjuha e shqiptarve? Jo, pra nuk ishte tani. Shqipja ka fjalë të ngjashme me helenishten, disa fjalë të trashëguara nga fondi indo-europian, po gjuha shqipe nuk është gjuhë greke tani. Mos na bëni pellazg me zor. Këtë po themun, që ne nuk jemi grek. Këtë po themun, hiqeni fjalën pellazg. Ne jemi shqiptar. Gjuha shqipe nuk është gjuhë greke. Pse kemi ne 5 fjalë të përbashkëta, kjo nuk na bën në grek, dhe nuk do të thotë që t'i japim në atë dheun tonë greqisë, e kuptoni? O pellazg, o trupeshk. Këtë po themun në çdo film, ne nuk jemi grek. Ne nuk jemi grek, sa herë dua që t'ua përsërisë. Mund t'ua përsëris gjithë ditën e gjithë natën. Ne nuk jemi grek, jemi shqiptar. I faleminderit, o shqiptar, o drilon. Mirupafshim. Do zgjedhësh Helen e Trojës për kryeministre. Bravo të qoftë.